Për gjithë ata që shohin gjithë këta edhe motociklistët, ata që na sjellin porosin, sa punojnë, si ka tërësisht Wolti në Kosovë, sa në Shqipëri? Do thoja që bashkë me pjesën e korrierëve mund të jenë 300 punonjës, ndërsa në Shqipëri, duke qenë që ka më tepër kohë që Wolti është në treg, do thoya që është më e madhe diku tek 600 punonjës. Pra është një kompani goxha e madhe. Ndoshta disa e shohin si numër 300, 600, po unë nga ana tjetër e shoh faktikisht si një investim për vendin. Sepse po ta llogarisësh për në Kosovë janë 300 vende pune të hapura. Në Shqipëri, në Tiranë janë 600, në Durrës dhe në Vlorë gjithashtu. Kështu që mendoj që Wolti ka sjell përveç pjesës inovacionit, përveç pjesës që është një kompani ndërkombëtare, sjell eksperiencë në vend, ka sjell edhe shumë vende punësimi. Pra kontributi që Wolti jep në vend, qoftë për njerëzit që punojnë me Woltin, qoftë për partnerët tanë, bizneset, sidomos bizneset lokale që ka impakt goxha të madh, impakti është shumë i madh. Pra vetë kompania këtë ka për qëllim. Ka për qëllim që të rrisi dhe të zhvillojë bizneset edhe njerëzit.